Përshëndetje, tam mirë se ke ardhur në Soli TV. Përshëndetje. Tash ne sot nuk kemi për drejton Mehmetin, por jemi për këtë lokalin e bukur këtu Buzdetit. Që quhet White House. White House. Është kompleks. Ne kemi ngritur një punë këtu, e kemi biznes familjar. Punojmë të gjithë bashkë si familje dhe kemi disa shtëpiza të vogla pushimi, kemi një plazh të mrekullueshëm, kemi restorantin dhe plazhin me çadrat. Ku fillon sezoni? Realisht ne sezonin e fillojmë që në fillim të majit dhe përfundojmë në 10 tetor, sepse këto shtëpizat i frekuentojnë shumë të huajt. Kemi gjithkohën me fjalë të huaj, që i pëlqen natyra, i pëlqen vendi, plazhi, që është një natyrë e mrekullueshme dhe e kanë shumë qejf këtë vend këtu. Atëherë, nga viti në vit ka më shumë të huaj apo më shumë shqiptar? Atëherë, nga eksperienca ime, unë kam vitin e 4 që operoj në këtë plazh, e shoh që është në rritje turizmi i huaj. Turizmi i huaj nga viti në vit dhe tërkohën ka qenë në rritje, në shtim. Çfarë pëlqen të huaj këtu? Në radhë të parë pëlqejnë plazhin se është i virgjër, ambientet, është një rër e mrekullueshme dhe kurative, dhe hapësira e madhe, këtë më thonë gjithmonë të huaj, që ka hapësirë, ka shikime, nuk ka pengesa. Ka shikime, ka natyrë, i pëlqejnë shumë këto gjëra. Këtu kemi dhe turin. Atëherë, ne këtu ofrojmë veç shtëpizave të drurit që janë përpushtuese për të huajt, kemi edhe disa lloj sporte. Kemi kitesurfin të turit, kemi edhe disa motora që bëjnë xhiro, i kemi andem ata, që bëjnë xhiro turistat, që i lëvizim nëpër laguna, nëpër pyll, anës detit, dhe këto janë gjërat që ofrojmë ne. Ndër të tjera dhe ushqimin që kemi bio. Ushqimin tonë që kemi këtu e kemi bio të gjithë. Lidhur me këto zonat këtu? Jemi gjithë furnizimi na vjen i zonës. Çdo gjë e freskët dhe peshku gjithashtu që është i detit tonë këtu, që na vjen i freskët çdo ditë. Pra nëse vjen një turist këtu, sa ditë mund të rrinë? Atëherë, ne kemi të tillë turist. Kemi turist që rrin 15 ditë, kemi turist 10 ditor, 1 javor, kemi dhe shumë turist që janë 2 ditor. Do me thënë janë nga ta lloj turistash që lëvizin në gjithë Shqipërinë, qëndrojnë 2 ditë këtu, 2 ditë në një vend tjetër, 2 ditë në një vend. Veç këtyre kemi dhe shumë kamera, na vjen dhe shumë kamera. Këtu që ju ofrojmë korrendin, banjot, dushet, është bërë dhe një si tipike ta quajmë për kamerat. Atëherë, nëse vjen një turist dhe rrin një ditë, po themi, si mund ta organizoj ai në bashkëpunim me këshillat që jepni ju? Për shembull, ku e çoni në fillim? Fillimisht këtu vinë, u japim dhomën, akomodohen, fusin plaçkat e tyre në det, pastaj fillojnë vjen nga kitesurfi, bëjnë xhiro me motora. Këto ofrojmë ne këtu. Motor sa zgjat zakonisht? Atëherë, ka disa lloj etapash me motor. Mund të ketë 2 orash, 1 orash, mund të ketë xhiro të shkurtra këtu brenda. Nëse bën një prontim për një xhiro me motor 2 orash, ne i lëvizim deri në Vjos, i tregojmë të gjitha lagunat që janë këtej, i çojmë në pyll. Me një fjalë me 2 orë lëvizin goxha, lëvizin në gjithë zonën. Tash turistët do flasim pak për këta shqiptarët, që janë kryesisht ditor. Shqiptarët sa vjen dhe po paksohen. Turizmi shqiptar. Dhe po të flasësh për turizmin shqiptar, është një periudhë shumë e shkurtër. 15-20 ditore zgjat turizmi shqiptar. Do me thënë, ta quajmë nga 25 korriku deri 15 gusht, 20 gusht maksimumi. Kjo është periudha që frekuentohet nga turizmi shqiptar. Pra këtu kemi gjithçka, po themi, detin, rërën, natyrën e qetë, qetësia është absolute, është. Absolute. Ti ke një mesazh për turistët?
Atëherë, mesazhi im do të ishte ky, të vinë, ta shikojnë Pishporën se realisht nuk është shumë si ta themi. Është shtrenjtë. Jo, për çmim, po të futemi dhe pjesa e çmimeve. Është lirë. Pishporua është një ndër plazhet më të lira, do të thosha në gjithë Shqipërinë. Po. Do të thosha në gjithë Shqipërinë që është një ndër plazhet më të lira. Pra mesazhi është që të vinë. Mesazhi është të vinë ta shohin sepse këtë lloj plazhi, këtë lloj rëre që ka Pishporua nuk mund ta gjejnë në asnjë vend. Ka një rër kurative me një jod dhe po ta shohësh duke dhe jodi i dal mbi rër. Është ndër plazhet më kurative të Shqipërisë. Të falenderoj atëherë për bisedën. Faleminderit juve.